Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falendrimet janë vetëm për Allahun Zotin e gjithësisë dhe salavatet e selamet i vullën e pejgamberisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë ditë xumaje të datës 3 prill 2026, gjësisht 15 Shevval 1447 Hijri. Në kohën e halifit El Ma'mun ka ngjarë një ngjarje shumë interesante, e cila duhet të gjithëve të na jap një impuls që edhe më fort të përmbahemi të vërtetës të cilën e pasojmë. E ajo është e vërteta e ndjekjes së Kur'anit Kerimit. Çdo ditë dëgjojmë, por edhe shohim se si njerëzit i kthehen Islamit. Qoftë vetë muslimanët të cilët shumë pak apo as pak kanë praktikuar në jetën e tyre nga feja, por qoftë edhe nga konvertitët, qësisht njerëzit që kanë besuar në mënyrë të trashëguese dhe më në fund duke menduar, duke lexuar dhe studiuar, kanë ardhur deri tek njohja e të vërtetës. Në fakt, një ditë ka ardhur tek halifi El Ma'mun një jahudi, i cili pasi që bëri një bisedë shumë të këndshme me halifin, halifi e ftoi që të pranonte Islamin, por ai e refuzoi. Vitin e ardhshëm, po i njëjti person vjen tek halifi El Ma'mun që të bënte përsëri një bisedë me të, por kësaj radhe vjen dhe paraqitet si musliman. Dhe bën një bisedë aq të këndshme sa që hyn edhe në debatin lidhje me çështjet juridike, fetare, islame, dhe në fund halifi e pyet: "Ç'është ajo që ty të bëri të pranosh Islamin?" Jahudiu i thot: "Vitin e kaluar, pasi u ndam, desha t'i provoj të 3 fetë. Kështu që fillova me jahudit, bëra 3 kopje nga Tevrati, diçka hoqa nga Tevrati dhe diçka shtova në te. I bëra 3 kopje dhe i dërgova në faltoren e tyre, dhe ata i pranuan pa asnjë farë kontrolli dhe kritike. Të njëjtën gjë e bëra edhe me të krishterët. Bëra 3 kopje të Ungjillit apo të Injilit, dhe diçka hoqa nga ai dhe diçka shtova në te. Dhe i bëra 3 kopje e i dërgova në faltoren e tyre. Ata i pranuan po ashtu njëjt, pa i diskutuar dhe pa i kontrolluar. Desha të bëj të njëjtën gjë edhe me Kur'anin. I bëra 3 kopje të Kur'anit, ashtu që nga ai hoqa disa ajete dhe shtova disa ajete, madje i shtova dhe disa faqe të cilat fare nuk ekzistojnë në Kur'an. I dërgova në xhami, por ata me njëherë i kontrolluan, i shikuan ato dhe automatikisht i refuzuan, duke konstatuar se ato nuk ishin kopjet origjinale të librit të Zotit, të librit që ka shpall Allahu te bareke ve teala. Kështu që aty në atë moment konstatova se është Kur'ani i vetmi libër i shpallur nga Allahu xhaleshanuhu, i cili nuk është deformuar dhe nuk është devijuar apo shtrembruar. Në atë moment unë e pranova Islamin. Andaj, vëllezër të motra, le të jetë ky rrëfim motivues edhe më i madh për të gjithë neve, që edhe më fort të ndjekim atë që kemi në mendjet tona, e po ashtu edhe në zemrat tona. Elusë Allahun xhaleshanuhu në këtë ditë xumaje që t'i pranojë të gjitha veprat tona të mira dhe të na mundsojë që përsëri të takohemi së bashku në xuman e radhës. Deri atëherë, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.